kur ju më kthy me punu, i kom gjetë mësusat e mi këtu, është një kënaqësi e veçantë. Kur i kom gjetë edhe mësusat e mi që më kanë mësu, kom punu një kohë gjatë me ta, një kënaqësi e veçantë. Edhe prej asoj kohë kom vazhdu me ta, ata janë pensionu, kanë ardhur punëtor të ri, kom vazhdu me ta sot edhe jam prapë të punu. U ka një kohë e mirë, një kohë që të se herë kujtoj të gjënë nostalgji të madhe. Shkolla është e re, njëherë ka qenë një shkollë e vjetër, një shkollë e vjetër, dikon 2004-2005 ne kanë punu shkollën e re, ku me kushtet krejt pak, po pas luftës u shpërngullin njerëz, shkopi kushteve, një pej kushteve nuk ju afru kushtet që transporti ishte pak problem. Ajo i detyrej njerëz si krishin një shkollën me vazhdu me fëmijë në qytet për shkak të udhëtime, edhe numri të zoglu. Numri maksimum shkolla nxënësave që kom pa, e ka pas 120 nxënësave, tash në ajo orë të zoglu. Mas luftës ka rënë dikon bjen numri dikon 47-8 nxënësa, edhe vazhdimisht ka orë të zvoglu numri nxënësa. Migrimi në fshat qytet, për shkak të kushteve, jo të mira infrastrukturës, rrugës, shtëpitë të shëndetit, s'ka pas kushte as elementare. Se vetëm institucion në fshat kam vetë për momentin vetëm shkolla, vetëm kjo shkolla ka. Kjo shkollë, edhe pse sot numëron shumë pak nxënës, mësimin e parë në gjuhën shqipe e kishte filluar në vitin 1947. Në këtë vit, ku gjithçka flitej, spjegohej, lexohej në gjuhën shqipe, për çka edhe kishin luftuar. Shkolla për herë parë ka filluar, sipas dhënave statistikave që i kemi, që i kom bëhur në time, ka filluar në vitin 1947, më një herë pas luftës së dytë botërore. Fillon një bashkëshatarit tonë, këtu, Elshanollën, aty fillojnë. Një 50 nxënësa regjistrohen në atë vitin e parë, vënohet pak për shkak se mas luftës zakonisht fillon 45-46 në muaj, po këtë na vjen pak më vonesë për shkak të gjindet lokale dhe personeli arsimor, se ka mungu. Një veçanti që ka është shumë interesant, që ka bjen sy e shenë edhe në fotografi, është mësusi kur vjen këtu i parë me ples të bardhë. E ajo më ka rënë sy, më ka njën përshtypje shumë të madhe, angazhohet, vjen me mësus, po bashkëtarët e kanë dashur shumë arsimin atë. Shumë e kanë dashur arsimin edhe fillojnë me njëherë me punu shkollën, që pjesën që të venin kur jenë, bëhet shkolla, e punojnë, janë ndihmon edhe komuna, po me punë vullnetare bën shkollën edhe një pas 4 vjetë, në vitin 1951, vinë vendosen të me nxënësa dhe fillon tamam procesi normal mësimor.